Emigrimi masiv i shqiptarëve në mënyrë të palishme drejt Londrës vijon të jetë një shqetësim madhor për Britaninë e Madhe. Ambasadori britanik në Tiranë, Nicholas Abbott, tha përgjatë një tryeze ku fol për përfshirjen e qytetarëve në punën e parlamentit, se qeverisja e ardhshme duhet të punojë për të mbajtur qytetarët në Shqipëri. Ne ende kemi problem të madh me emigrantët shqiptar që vinë në mënyrë të paligjshme, nuk është zgjidhur si krizë, ndaj zgjedhjet në 11 maj janë shumë të rëndësishme, që të zgjidhet mirë për një qeveri do t'i bëjë shqiptarët të mos duan të largohen, por të qëndrojnë në Shqipëri. Sipas Abbott, edhe kultura e votës në Shqipëri është shqetësuese, pasi nuk votohet sipas vullnetit, por ndikuar nga faktorë të tjerë. Ende në Shqipëri votohet sipas kulturës së familjes apo sipas origjinës së një vendi, por edhe faktorë të tjerë shqetësues i ngjajnë një formë votimi të së shkuarës, shumë e largët dhe e gabuar. Duhet punuar pikërisht që qytetarët të kuptojnë rëndësinë e votës së tyre dhe të votojnë atë që mendojnë si mundësinë më të mirë për vendin e tyre. Nga tryeza, kryetaria e parlamentit Elisa Spiropali foli me bindje për një tjetër mandat qeverisës të Partisë Socialiste, ndërsa tha se në vijim, në mënyrë që qytetarët të ndjen të përfshirë, do të implementohen mekanizma shtesë që në të 3 mandatet e kaluara kanë munguar. Po kështu edhe qytetarët kanë mundësinë të gjykojnë programet që u paraqiten dhe të vlerësojnë ato në përshtatje me pritshmëritë e tyre, edhe personale, edhe komunitare, edhe të vendit, për të ardhmen e kësaj hapësire që është një vend i mrekullueshëm që quhet Shqipëri. Gjatë legjislaturës ardhshme, ne do të shohim mundësinë të ndërtojmë një mekanizëm monitorimi për të ndjekur zbatimin e rekomandimeve të paneleve qytetare nga qeveria dhe institucionet përkatëse. Kreu i organizatës së shoqërisë civile IDM Sotyra Shroni tha se gjetjet raportojnë për boshllëqe në konsultimet publike me qytetarët, të cilat duhen plotësuar për të siguruar një qeverisje më gjithëpërfshirëse.